Ndryshe. Vetëm për vetëm zoti Daskal. A doni që t'i dhe unë dhe të vazhdoni të dy? Jo, marrni dhomë Ti thotë. fikim pak dritat edhe ta bëjmë më romantike. Ju të dy bashku bët 20 vjet. 20 vjet në kokë apo afërsisht? Në kokë. Jeni njohur. Orina ma trego pak si jeni njohur. E di që ndoshta e ke thënë në intervista të tjera, po këtu ekskluzive. E ke thënë intervista të tjera ti si njohur bashk? Ose pak nuk mbaj mend. Po, nëse më kanë pyetur jam treguar e sinqert. Si jeni njohur ju të dy me vërtet? Po ne jemi njohur në 2001-shin, me thënë drejtën, kështu që jemi prezantuar, unë zëvendësova një aktore në Elbasan, sa u diplomova. Njohje si njohje. Jo, si njohje me ndjenja. Salcano, po. Punonte pranë teatrit Skampa të Elbasanit. Pastaj jemi takuar kur Salcano u bë i famshëm me Gagaçe. Jeni takuar në lokal, Jo, u takuam në rrugë ditën e sepse njiheshim dhe unë e kam ftuar në emisionin tim Peshku Kuq. Peshku Kuq aso kohë. Dëgjoj, nuk e mban mend kjo. Jemi takuar në një lokal ku këndonin Tre Mosketierët. Po pra, aty u takuam ku ti ishe premier. Unë sa kisha dal nga finalja e etheve së premtes mbrëmë, edhe kjo tha kam rënë nga divani me ty sot, tha. Nga të qeshurat, është nga divani. Nga vërtet. Dhe i thash dhe ç'a bën këtu. Se duhet ishte me stafin. Duhet ishte të festoj tash do këtu. Okej. Unë atë kohë Ti rria vetëm se Ti ndërkohë në atë moment nise atë Dëgjoj, nuk kemi kaq shumë kohë për ta filluar se si njohëm ne bashkë. Lona 2003-shin dhe në 2005-ën prap në një lokal u takuam, çfarë po bën? E thash totalisht pa punë, më ofroi një rol dhe nga aty nuk u ndam. Pra 2005-2025 20 vjet çifti Rapo Kakeli. Rapo Kakeli. Ua, a kanë qenë vite të bukura shumë Salcano? Si kanë qenë këto 2 dekada? Me thënë drejtën, nuk e di e kam thënë herë këtë, po besoj duhet ta kem thënë që gjëja më e mirë është që ne të dy jemi shok. Edhe kjo e ka bërë gjithmonë atë marrëdhënien ton të dashurisë më të konsoliduar. Që do të thotë ashtu si shokët në përgjithësi shokët zemrojnë shumë rrallë me një tjetrin, kurse të dashurit zihen më shpesh. Ne duke fusur dhe shokun brenda, flasim gjithmonë, kemi folur më shumë, kemi komunikuar më shumë dhe kjo e ka bërë më të konsoliduar këtë gjë. Për një vajzë si unë që me partnerin e saj ende nuk e ka kaluar dekadën, cila do të ishte këshilla që do m'jepi edhe çfarë do më thoje për një lidhje të mirë, të gjatë, të suksesshme, të bukur si e juaja? Në të shpejt, në mënyrë të shpejt që po e mendoj dhe që e kam bindje më saktë është thjesht liria, po jo në keq kuptimin e fjalës, pra mos bezdisja kur ike, kur po vjen, apo vjen, ai mesazhi që dola për darkë me shokët edhe ndërkohë vënohesh, ashtu siç vënohemi secili nga ne. Ti më the 10 pse erdhe 11 këtu. Kjo për mua është e varfëron. Se ka bërë kurth. E varfëron. Po ti e ke bër? Asun. Ja. Ai e xheloze Eriona? Ja. Po Salcano është? Jo. Jo. E do më shumë ti Salcano apo do Salcano më shumë ti? Më thënë drejtën Salcano më ka dash ti parë, pastaj kam filluar ta dua unë. Kur filloi do kjo nuk e doja unë pastaj. Eriona Kakeli, të lutem, mund të më tregosh 5 gjëra që ne nuk dim për Salcano Rafin? Oj, 5 gjëra. Po nëse nuk i di mos e thuj me pse u nuk e ke detyruar tu. Di unë që pilafin e qan, edhe vjerrën e toshut. Ti thua 5 gjëra që nuk i din të tjerët. Apo nuk i di Elona. Në 2 intervista ka thënë historinë e pilafit. Po ja, po ta flasim për të gatimi, Salcano ka mësuar dhe gatuan shumë mirë, për shembull e bëre shumë të mirë atë tas kebabin. Kështu e hanë kështu me çap, po? E provoj E provoj si një eksperiment se kishte mishin, kishte ato dhe pastaj doli tas kebab. Atëre sepse mbase Elona do të di më shumë gjëra kështu. Si ti e di që videoja që ne që është në YouTube, në Top Albania Radio, që unë bëra atë telefonatën kurth. Nder rrobat. Shumë bukur. Po ti s'm le të thot 5 gjëra, po ja u tha ja rrugës, vazhdo.
rrugës, po të Pra them. një ishte gatuan. 2 është nden rrobat. Salsano rapi nden rrobat. Salsano Po është ku ndajmë ne i thamë thash, ku nden rrobat? Jo, kur i Atëherë dikur, kur s'kishim thash. Po unë laj dhe enët bëj punë shtëpi. Po, për ton t'i vjen lavastovili dhe i lane kam të shpejt. Njësoj. Sa ta bam. Jo, po duhen pastrua ato me ju lavastovilje në këtë pikë. Qesh shumë, ka shumë qef të qeshe, është edhe ngacmues. Po, e bën me argëtim dhe një gjë që mendoj që nuk e din, më shumë do e dinte vetëm mami vet, që e ka nervin nëse një herë në të rrallë që i hypën nervi, dije që të ikën të zhduket. Ua, mos e dil përpara. Askush nuk e di këtë. Me vërtet thash. Je në vrik shumë? Qysha. Çfarë thotimi? Eriona Kakeli, si u ndjeve ti kur unë bëra telefonatën kurth? A di që kishe shfaqje? Me thënë të drejtën shumë keq. Ti e hëngër me vërtet apo ishe në rol? Tani, Salsano më kishte thënë që do më merrte për një 10 minutë telefonat, por nga tresën në trurin tim, edhe pse isha para premierës, më shfaqe me Driadën, Gratë e Lira, dhe në Femfest ka qenë ajo koha, dhe ishte gati 20 minuta përpara premierës, dhe një numër që bie dhe një vajzë që përgjigjet i humba të gjitha sinjalet që mund të ishte Salsano. Po ti si e bëre këtë në premier? Tjetra do hynte në shfaqje. Po tash do të marrim do të pyesim si për premierën i tash unë. Do të marrim telefonin tash unë, kur të marrim telefon përgjigju tash mos ashtu. Mirë tha kjo. Po ajo çam pëlqen nga intervista se jo të gjithë e kanë dëgjuar në YouTube të shtu klikimet. Pjesën e dytë, se fundi është Eriona, domethënë që jam unë se mos e mendon që ishte shaka dhe pastaj ritelefonohem edhe më thot, dëgjoj, po ishte shaka, si ren kurti, thash, po se po e kuptoja. Një natë përpara më erdhi në shfaqjen Monodramën me Dea. Më puthi dhe më dha buqet me lule, të dytën në premier më ndau. Telefonata kurth e cila ka rreth 500.000 klikime. Është më e klikuara e gjitha sezoneve. Mirë, është një buqet, një dhuratë për 8 mars. Ua. Ka kele fortje. Ja ku i edhe aty, në animat. Domethënë, çfarë ndjeva? Kur ti do marrësh vesh që un kam lidhje tjetër do martohem me atë për ty. Ja do reagoj si në telefonat. Vazhdo merre si jam joti. mikeshe e afërt shumë me Salsanon, edhe me Salsanon, me bashkëshortin tënd. Aha. Sa ka ndodhur gjë? Ka ndodhur gjë? Jo, ne në fakt kemi ndiku të 3 vite që njihemi edhe frekuentohemi me njëri tjetrin. Je për të vrarë. Rrim shumë pranë njëri tjetrit. Sa pranë rini? Unë kam super me. Sa pranë me të keqe? Me vërtet? Me të keqen. Goxha pranë, shumë pranë. Nuk di në Do të thonë bëni fakt. seks me njëri tjetrin, këtë do të thosh. Se mba kam Ai më ka fare. premtuar që në fakt do të lërë edhe do vi pranë meje. Do më lër mua? Shife Eriona, shife pak reagim. Ashtu më ka thënë, do lërë çdo gjë, do vi pranë meje. Okej. Dëgjoj, unë jam Nuk para di. shfaqjes me të drejtën. Sot i madh. Qa momenti se Angela se? Po. Sa vjetë e Angela? Po Driada që thoshte Eriona. Driada Eriona ka keli e Jam fort një shumë. gjatë Unë do komplet. kisha reaguar, domethënë, përveç se në atë moment do kisha reaguar, po Jo, mbrapa. Salsano e di shumë mirë që unë edhe sikur mos ishte telefonat kurth, unë të njëjtin reagim do bëja. Ju jeni shumë të lezetshëm edhe kam përgatitur. Ka Mbaroj? publicitet apo ha? Jo. Ta mbajmë. Okej. Shiko, vendosi pak kam marrë nga Instagramet e juaja edhe sfidat e bukura që ju bëni me njëri tjetrin, ato challenge që i keni fantastike dhe i bëni kryesisht në fundjavë. Ja shife këtë me gotë e verës. Jepi pak play, lutem. Salsano dhe Eriona, Salsano që mbaj. Wow. Po pasëm një të bluzë. Shi. Ha ka kel. Pije. Edhe e bërë me hile. Se ka dhe vrejtje, gjithmonë. E po tip sportivësh, po ti fiton, duket Eriona. Po unë fitoj se ai e ka mendjen të më kritikoj mua. Ashtu. Ja ke derë për gotën e verës në fytyrë. Edhe në vesh, edhe tha do në E vesh. kemi shumë lezetsh me këtë rubrikat, urdhë.
Me thënë drejtën, një gjë që nuk dihet, këto të gjitha, të paktën të treja që kemi bërë janë me tek dubël. Tek dubël, pra herën e parë. Ska më tjetër. Po nuk i bie ta aktrojmë pastaj, nuk jam vlen. Jeni fantastik, jeni shumë fantastik. Bashkë me dy jetë juaja, Margin dhe Amalin, që unë dua fare. Kam një pyetje për Erionën. Kush është ajo gjë që ti do që unë ta ndryshoj? Të ndryshosh ti? Ta ndryshoj. Po s'ka kuptim, asgjë. Nuk ka kuptim, po që në fillim të lidhjes gabimi është që ti pretendon të ndryshosh tjetrin. Te ashtu e ke njohur, çfarë të ndryshosh? Po ti Salsana do të ashtu marr një tjetër. Sa ndryshosh ti, do të jetë gati. Po shumë mirë. Çfarë ndryshosh ti, marr tjetër që është ndryshe. Se ke keq. Ora po se ka keq. Sa po që se ka keq, vërtet se ka keq. Çfarë qof. Dgjoj, po ti do doje të ndryshoj ndonjë gjë apo njëjtin mendim? Nga Eriona? Unë do doja që kur të bëjmë debatet me fëmijët, domethënë Eriona mos azgjasja ai shumë sqarimin që i bën vajzave për një gabim që kanë bërë ato ose për një gjë që nuk realizojnë. Mua më pëlqen kur e bën atë. Jam e bindur që frytet e atij sqarimit do jenë argumenta të fortë kur të rriten edhe ato të kenë aftësi për të përgjigjur. Absolutisht. Por s'ka problem, jam mësuar tashmë me këtë gjë. Atëherë un po marr një tjetër që nuk është kështu si ty. Tani a mund ta mbyllim këtë program me rubrikën tonë të tash. Kujt sa ke bërë atë rubrikë? Bëre edhe grustate. Po sa rubrikë? Cilën? Në vend të fjalës seks, në vend të fjalën aktrim. Në vend të fjalës seks, fjalën aktrim. Okej. Ta provojmë, marrim një intervistë që kanë bërë një tjetër. Shikoj. Ti marrim një intervistë që kanë bërë një tjetër. Të pëlqen aktrimi? Shumë. Sa shumë. Of no. Do doje të aktrojë gjithmonë apo do edhe periudha pushimi për shembull? Se të lot shfaqja dhe më ke kapur në një fazë shumë delikate. Do doja shumë të aktroja. Do doje të aktroja? Në këtë moshë. Tash në këtë moment. Tash po iki. Ty të pëlqejnë monodramat apo do me kështu me njerëz? E do me dhe me të tjerë? Në rastin e aktrimit, më pëlqejnë monodramat. Bën prova para se të aktrosh apo aktron direkt? Nxehem, bëjmë nxehje. Ka disa ushtrime goje me laps. Përpara se të përshëroj. Që vë lapsin goje dhe Jemi gati kur të herë. Ka pasur raste që ti e ke lënë aktrimin, domethënë s'ka pëlqyer aktrimi, e thua unë nuk e përsëris më të shfaqje, se s'm pëlqen ta bëj. Jo, ka pasur raste që partneri, kolegu ka lënë aktrimin. E ka lënë kolegu, Sa kolegu që ka kërë, kush është kërë? Ty të pëlqen më shumë të aktrosh në komedi apo në dram? Unë jam për fat e diplomuar për të dy. Nuk ka pas në kohën time master për këtë punë, po. Ama ti që njeh mund ta thuash diçka më shumë. Çfarë njoh? Si aktore? Po, si aktore. Po më pyet të them si aktore. Është aktore shumë e mirë. Cila është shfaqja që të ka pëlqyer më shumë nga aktoria që ke në krah? Po ka qenë një shfaqje që Ku ishte? Ke qenë në rrugë dhe ka qenë një kosh plerësh aty. Aty e bëm shfaqjen. Me lindi kosta aty. E dikta. Quhen shfaqje në rrugë këto. Arti rrugës. E fundit, besoj se ke fundi. E fundit është kjo. Ka ndonjë aktor që ti ose çfarë do të jetë që thua të aktroj një herë me këtë dhe të vdes? Salsana Rafi. Ka. Salsana Rafi. Kush është? Mos jam gjë unë. Ta them kush është?
Thuaj. Po lej me suspans. Ata mban, thuaj. Thuaj edhe djes të zvuku. Se mbase si jam. Thuaj po ta. Ami kush se na bëre kurioze. Kjo ishte ndryshe për sot. Thuaj Eriona. Eriona, shumë faleminderit që ishe me ne sot. Faleminderit shumë zemra. Faleminderit edhe juve. Dua fort të vlerësoj shumë si shoqe, si mike, si aktore dhe jam shumë e lumtur që erdhe në jetën time vonë. Por që erdhe, jemi duhemi fort. Edhe unë jam shumë e lumtur që. Eriona, do t'i them edhe një herë publikut që Ferma Kafshëve është datë 8, 9 dhe 10. Sigurisht ka filluar shitja biletave, janë filluar prontimet, po do doni shumë që sepse është shumë interesante për ta parë shfaqjen. Absolutisht. Dhe sidomos për të parë Erionën se ka një rol shumë të bukur atje. Është vërtet. Po, jam një sekretare partie e devotshme. E të gjitha brezave politikë. Faleminderit shumë zemra edhe shëndet në familjen tënde të bukur dhe suksese në karrierë. Salse, javën që vjen. Javën që vjen, mirë ta kofshim, ti mos largo se kam mohabet me ty. Unë po ikin. Fiki çik drita se do ta shtrim duket.